Dhe në lidhje me shifrat e tregtisë jashtme, specifikisht për eksportet bujqësore, do të flasim me zotin Fatos Fico, inxhinier zhvillimit rural dhe inovacionit. Zoti Fico, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëdita, faleminderit për ftesën. Atëherë, eksportet në tërësi, lajmi mirë është që kanë filluar 2025-ën në rritje, madje në rritje të konsiderueshme, pas një 2024 jashtëzakonisht të keq për sa i përket eksporteve, për arsye të ndryshme duke përfshirë këtu edhe zhvlerësimin e euros. Tashmë, viti 2025 ka nisur me një tjetër ritëm në këndvështrimin tuaj. Specifikisht produktet shqiptare, produktet bujqësore po bëhen konkurruese, marë parasysh edhe efektet që ka dhënë moneda europiane. Atëherë, së pari me qenë se janë Pashkët gëzuar festat për gjithë ato besimtarët katolik dhe ortodoks. Edhe kjo në farë mënyre, kjo festa, domethënë ky moment ose si më thon pranvera na kthen lidhur me eksportet bujqësore, më vjen ndërmend një episod para pak vitesh kur me buj u eksportuan me avion disa qingja, që u eksportuan drejt vendeve të lindjes mesme. Edhe u trumbetua me të madhe, u shpall me të madhe sikur do të bëjë në ame, sikur ne do të bëheshim një vend eksportues i madh, u gjet një treg i madh i pafund në lindjen e mesme për prodhimet elektorale shqiptare. Por nuk ndodhi kështu pra, ishte thjesht një rast episodik dhe nuk kishte si ndodhte ndryshe. Bujqësia shqiptare veçanërisht lektoria ka shumë probleme. Domethënë, por duke kthyer tek ajo që thatë ju, që ka rritje, është e vërtetë që ka rritje, por unë besoj që në një mas të madhe rritjet janë të rastësishme. Domethënë, varen më shumë nga ecësoria e eksportuesve kryesor. Ne për shkak të masisë që kemi, dhe sidomos llojit të ekonomisë bujqësore që kemi, nuk mund të jemi aktor të mëdhenj. Ne jemi aktor oportunist. Në rastin më të mirë jemi aktor oportunist, domethënë që përfitojmë nga mundësitë ose hapësirat që hapen në treg. Në një farë mënyre, ecësuria e tregjeve të jashtme, pra ecësuria e eksportuesve kryesor, ato që vendosin çmimet, ato që vendosin pra që përbëjmë bazën ose kapin maksimum shumicën e tregut, si Spanja, për shembull për perimet ose edhe për shumë produkte tjera. Mungesa e prodhimeve nga Spanja për shkak të ndryshimeve klimatike atje ose për shkak të problemeve që ka pasur Spanja, ka krijuar mundësi që për aktorë të tjerë më të vegjël si Shqipëria që të dalin në treg. Ndërkohë, nuk duhet harruar që shumë vende kanë bërë investime masive për të kapur treg. Këtu janë veçanërisht vendet e Europës, vendet e ish Europës lindore, pra antarët e rinj të Bashkimit Evropian, kanë bërë investime masive në aktivitetin bujqësor, në ekonominë bujqësore, dhe nga vende importuese ose nga vende që thjesht mbulonin tregun e brendshëm janë vende eksportuese. Themi për shembull Polonia prodhon dhe eksporton domate, nëse dikur më përpara importonte domate, tani është një eksportues dhe madje eksportues me peshë i domateve ose shumë produkteve të tjera. Për të thënë që jo vetëm ndryshimet klimatike, pra ngroja e kohës ka bërë që edhe atje prodhimet të dalin shpejt, por sidomos investimet, pra investimet në sera, investimet në teknologji, kanë bërë të mundur që të ulen kostot dhe të kapin treg. Ndërsa ne kemi ngelur në kuadrin e oportunizmit, pra kur shfaqet një produkt, kur shfaqet një hapësirë në treg, atëherë importuesit e vendeve ose dalim 2-3 javë para me produkte. Po, mund dalim 2-3 javë përpara, por nuk besoj se kjo është një gjë e qëndrueshme, sepse nuk mund të themi që ne, sepse besoj që është abuzuar shumë me këtë që ne dalim përpara në treg. Ne dalim më përpara në treg se kur, se Turqia, më përpara se Greqia, më përpara se Portugalia, pra ose vendet e lindjes, vendet e Afrikës së Veriut. Ne jemi të rrethuar nga vende me klima të ngjashme, jemi rrethuar nga vende që bujqësinë e kanë si aktivitet të rëndësishëm të ekonomisë së tyre dhe kërkojnë gjithmonë që të kapin
të kapin tregje. Por, në fakt, duhet të hequr kapela ose do respektuar pra ato eksportuesit që gjenë tregje, dhe fermerët që arrin të dalin në tregje është një arritje jo e vogël përballë kësaj konkurrence shumë të madhe që ekziston në treg. Por, siç e thash, mbetet ende është një tregti oportuniste dhe kjo e tregon fakti që shumë nuk kanë shumë nga tregtarët nuk kanë kontrata, pra nuk kanë kontrata paraprake. Dhe kontrata paraprake do të bënin të mundur që zinxhiri i kontratës pastaj të shtrihej edhe tek prodhuesit, të shtrihej edhe tek fermerët. Dhe do të ishte edhe shumë e lehtë për gjithë, pra do të ishte më e lehtë për të gjithë zinxhirin që të funksiononte në rast se do të kishim kontrata. Mungesa e kontratave tregon pikërisht atë që tregu është një treg oportunist dhe që mundohet, pra ne mundohemi të kapim aty ku ka mungesa ose të konkurrojmë me çmime të ulta për ato që quhen, në fakt mendoj që edhe këtu abuzohet me termi tregje elitar ose tregje, nuk ka tregje prioritar ose tregje elitar. Ka produkte me standarde dhe me cilësi të lartë, të cilat e kanë tregun e garantuar dhe shitjen e garantuar, pra bazohen mbi kontratë, dhe ka edhe produkte që i plotësojnë standardet, po sidoqoftë nuk kanë cilësi dhe standarde shumë të larta. Dhe këto janë për produkte kjo bëhet fjalë për shitje me çmime më të ulura, për shitje të rastësore, domethënë që nuk bëjmë bazë në atë planifikimin kontrata fatgjata. Zoti Fico, në lidhje me... Duhet thënë, pra, është një fakt që ndoshta, sepse ne jemi futur vonë në ekonominë e tregut, por rrjetet tregtare kanë një planifikim afatgjat për ta treguar se sa i komplikuar, se sa përpara shkon planifikimi. Për shembull, supermarketet në Angli, në Mbretërinë e Bashkuar, planifikojnë në bazë parashikimit të kohës, planifikojnë për shembull se kur do të shiten produktet për barbecue. Do të thënë kur do të jetë kohë e mirë, atëherë shtohen në dyqane produktet që do të përdoren nga njerëzit për kohën e lirë, pra që e kanë në porobore ose ku diun për pikniqe ose të tjera. Dhe të tjera produkte kur koha ndryshon. Kjo për të treguar se sa i rëndësishëm është planifikimi dhe sa rëndësi jepet planifikimit, pra me kohë, dhe për këtë janë të lidhura kontratat, janë të bëra marrëveshjet, dihen çmimet. Ne jemi jashtë kësaj strukture. Duhet përfshihemi sa më shpejt, kam përshtypjen. Zoti Fico, në lidhje me importet, referuar dhënave të publikuara dje nga Instituti Statistikave, vjet re një ngushtim i lehtë i deficitit tregtar, por megjithatë diferenca vjon të jetë ende shumë e madhe. Ne kemi eksportuar rreth 35 miliard lek mallra në 3 mujorin e parë dhe importuam plot 74 miliard lek, rreth 40 miliard lek më shumë mallra kemi importuar se sa kemi eksportuar. Specifikisht për produktet bujqësore, për ushqimet, jemi shumë të varur nga importi? Fatkeqësisht po, edhe kjo varësi ka ardhur në rritje. Pra nëse shikojmë nga viti 2020, sipas dhënave të Instatit, nëse shikojmë nga viti 2020 në 2024, eksportet tona bujqësore janë rritur vetëm me rreth 150 milion euro, ndërsa importet për këtë periudhë janë rritur me rreth 500 milion euro dhe ka vajtur totali importeve. Pra diferenca e importeve është rritur shumë, pra duke kapur në mbi 1 miliard euro diferencë midis atyre që eksportojmë dhe atyre që importojmë. Po, zoti Fico, ato shifrat që dash ishin për muajin mars. Janë produktet përpunuara, pra si puna e fasonëve, këto produktet e peshkut ose produktet tjera që kalojnë një cikël përpunimi në Shqipëri. Atëherë i bie që, domethënë po ta zbresim këtë nga importet, i bie që sasia e ushqimeve që ne importojmë është ende shumë më e lartë në krahasim me eksportin që bëjmë. Tregu i brendshëm ka nevojë për produkte të cilat ekonomia bujqësore nuk është në gjendje ta sigurojë dhe politika nuk ka qenë në gjendje të përgjigjet kësaj kërkese që të rritet prodhimi i brendshëm për tregun e brendshëm të bujqësor. Është e vërtetë që disa produkte nuk janë të pazëvendësueshme,
por ka produkte konkurruese, domethënë gjen një produkt I cili e zëvendëson atë. Po themi bananet. Bananet janë të pazëvendësueshme, nuk mund të prodhohen banane në Shqipëri, por kemi shumë fruta tjera, shumë më cilësore dhe shumë më të ushqyeshme dhe shumë më të shëndetshme që mund të zëvendësojnë banane. Pra, për ta marrë si një rast, ose për ta marrë edhe më konkretisht, yndyrnat për shembull që ne importojmë mund të zëvendësohen me vajin e ullirit me prodhim vendas. Nuk kemi pse të importojmë gjalp, nuk kemi pse të importojmë vaj soje, nuk kemi pse të importojmë vaj luledielli, kur kemi vajin e ullirit që ngelet dhe stok, ngelet dhe I pashitur nga prodhuesit vendas. Duke ndihmuar prodhuesit vendas, prodhojnë me kosto më të ulët, por mbi gjitha për të rritur standardet dhe cilësinë, ne kemi siguruar një produkt konkurrues, një produkt zëvendësues për prodhimet të tjera të cilat ne importojmë. Dhe në këtë mënyrë pra ne mund të ulim peshën e importit dhe të rrisim prodhimin duke rritur prodhimin vendas. Por prodhimi vendas, zoti Fico, për ta lidhur edhe me skemën e subvencioneve që ka nisur vetëm pak ditë më parë në fillim të kësaj jave, rritja e prodhimit vendas, por ç'është më e rëndësishmja përpunimi I atyre produkteve që kanë një vlerë akoma më të shtuar. Për sa nevojë ka mbështetje, sepse skema aktuale e subvencioneve për 2025-ën është thuajse në të njëjtin nivel me 2024-ën, 1.2 miliard lek apo 12 milion euro janë për naftën, 32 milion euro apo rreth 3.2 miliard lek janë pikërisht për subvencionimet në çdo sektor tjetër të bujqësisë. Unë mendoj që skema është e mirë, ndoshta nga sa kam parë, ndoshta është nga skemat më të mira gjatë gjithë kësaj kohe. Por këtu duhet të thënë që skema është një skemë e dalë jashtë loje në sensin që në kuptimin që në rrugën tonë drejt Europës këto skema janë të dalë jashtë. Madje këtë e pranoi dhe ministri kur tha që këto nuk mund të jepen më subvencione për naftën, nuk mund të ketë më subvencione direkte në formën aktuale, sepse do të kalojnë në skemat e Bashkimit Evropian. Ato direkte që keni përmendur ju më herët. Normalisht gjitha këto skema me kalimin e kohës do të zhduken, por nuk është e lehtë dhe nuk mund ndodhi kaq shpejt. Pra duhet një periudhë, sidoqoftë duhet një periudhë tranzitore. Për periudhën tranzitore ku jemi, skema është e mirë, por ato çfarë parashikon? Po vlera? Pra ndihmon sektorët që kanë nevojë, sektori I blegtorisë ndihmohet, ndihmohet prodhimi në sera, megjithëse ajo ka sushinim, prodhimi në sera ka sushinim eksportin dhe jo aq tregun e brendshëm. Ndihmohet global gapi, ndihmohen dhe bimët mjekësore. Edhe bashkimet që është më rëndësishme. Ndihmohet dhe bletaria. Pra, skema në këtë sens është e mirë që ka sektor, pra të gjitha sektor kanë nevojë. Për shumat patjetër që duhen shumë më tepër, unë e kam thënë, për mendimin tim duhet minimalisht një dyfishim I subvencioneve direkte për të mbuluar nevojat bazike që ka prodhimi bujqësor. Por skema është e mirë, madje edhe niveli I financimit është relativisht I lartë, pra edhe qoftë edhe duke krahasuar me Europën. Në Bashkimin Evropian, një fermer I vogël, siç janë fermat në Shqipëri, mund të marrin rreth si subvencion direkt me rreth 1250 euro në vit. Ndërsa në Shqipëri vetëm skema e subvencionit për inputet, për serat, prodhimin në serat të perimeve ose të rushit tavolinë ose të lule shtrydheve. Megjithëse nuk e kuptoj pse duhet subvencionuar rushi tavolinës, por qoftë dhe lule shtrydhe, sepse nuk janë produkte bazike, nuk janë produkte të domosdoshme për konsumin tonë, nuk e rrisin cilësinë e jetesës tonë, nuk e ulin shpenzimet që ka një familje, nuk është se rushi tavolinës, është një produkt tregu për të cilin nuk besoj se ka nevojë për subvencione, megjithatë ky është një diskutim teknik. Në anën tjetër, pra subvencioni është I lartë në rreth 2000 euro për hektar. Po të futim këtu edhe
në qoftë se konsiderojmë edhe që përfitues, pra ky përfitues i këtij subvencioni direkt për këtë hektar me sera, mund të marrë dhe mbështetje tjera për naftën ose për skemën e certifikimit nga Global Gap. Atëherë subvencioni rritet edhe shumë më tepër. Problemi është se sa të mjaftueshme janë këto për të gjithë fermerët. Kuptohet që edhe ky është një diskutim që është bërë gjithmonë, që këto fonde nuk janë të mjaftueshme, do të jenë shumë pak fermerë që përfitojnë, dhe duhet rritur patjetër baza e përfitimit të fermerëve, në mënyrë që të rritet. Megjithatë, prapë në ndryshim ndoshta nga vitet e tjera, me sa pash është rritur dhe kontrolli. Pra, ato që marrin subvencionet do të kontrollohen lidhur me regjistrin e fermës, pra e kam plotësuar apo jo regjistrin e fermës për prodhimin e tyre, pra sa pesticide kanë përdorur, sa tjera kimike kanë përdorur dhe të tjera. Dhe kjo është një gjë e mirë, sepse siguria ushqimore është kthyer shumë problematike për ne, të paktën në perceptimin e publikut, dhe perceptimi i publikut është shumë i rëndësishëm, është që siguria ushqimore ka nevojë për shumë më tepër punë nga institucionet shtetërore. Zoti Fice, po objektivi sepse edhe bashkimi i fermerëve është në objektivat kryesor të skemës subvencioneve në bujqësi. Mendoni se po funksionon dhe është një skemë e mirë që duhet mbështetur akoma më shumë edhe për faktin që tokat janë shumë të copëzuara? Po, kjo është një gjë shumë e mirë që nxitet bashkëpunimi midis fermerëve. Unë mendoj që është i pamjaftueshëm, sepse duhen ende shumë më tepër subvencionime, duhet ende shumë më tepër mbështetje, duhet dhe mbështetje ligjore, pra të njihen më mirë ligjërisht, të njihen më mirë nga ana fiskale, të themi nga ana e tatimeve, pra e politikave ekonomike, politikave financiare, të njihen format e bashkëpunimit si përfitues të lehtësirave fiskale, sepse është baza e prodhimit, me prodhime të vogla, të copëzuara, me prodhues të vegjël, të copëzuar, ne nuk mund të dalim në tregjet kërkojnë sasi, pra nuk mund të dalësh në treg nëse minimalisht nuk mbush një kontejner ose nuk arrin të prodhosh sasi me standarde për një maune. Dhe për këtë duhen disa prodhues, duhen shumë prodhues. Është një diskutim prap teknik, pra nuk po futem në atë që kush janë të mirat e bashkëpunimit, pse do të ndihmojnë në uljen e kostove dhe me radhë, por ndihmon që të gjesh më shumë treg dhe të kesh treg me të njëjtat prodhime, me të njëjtat standarde. Nga ana tjetër rrit fuqinë negociuese të prodhuesve. Sa më shumë prodhues kenë të njëjtin prodhim dhe dalin si një aktor i vetëm kundrejt tregtarëve ose kundrejt tregut, e rrit fuqinë e tyre negociuese dhe mund të marrin çmime më të larta, duke patur në të njëjtën kohë fuqinë negociuese edhe kundrejt inputeve, kundrejt tregtarëve të inputeve, duke dhënë sasi më të mëdha, ulin koston e prodhimit. Është një hap shumë i mirë, patjetër që të ndihmohen skemat e bashkëpunimit, por edhe këtu duhet bërë shumë më tepër që skemat e bashkëpunimit të kuptohen nga fermerët, të kuptohen nga prodhuesit që nuk është kooperativeve, nuk po kthehemi te kooperativa, nuk ka lidhje me kooperativat, por është një domosdoshmëri që e kërkon tregu, të rrit fuqinë negociuese, të ul kostot e prodhimit, fuqinë negociuese sikur edhe kur shet, edhe kur blen. Dhe del me standarde të njëjta në sasi dhe standarde të larta, por edhe fuqinë negociuese kundrejt politikës, edhe kjo nuk duhet haruar. Pra që nëse do të kemi grupime fermerësh, do ta kenë më të lehtë të negociojnë edhe me forcat politike për të patur politikat e dhura ose politikat që nxisin prodhimin. Zoti Fico, në lidhje me sërish eksportet, sepse edhe qeveria ka vendosur objektiv që të arrijë në 1 miliard euro në 2030. Mund duket si objektiv ambicios, por gjithsesi ai është objektivi. Në këndvështrimin tuaj, për të arritur këtë objektiv, për të rritur ndjeshme eksportet, mos duhet njëkohësisht edhe investim tek përpunimi i produkteve bujqësore, në mënyrë që vlera të rritet akoma më shumë dhe mund të ketë një volum më të ulët të eksporteve, por çmimi mund të jetë shumë i lartë.
Atë objektivi për 1 miliard eksporte prodhime bujqësore mund duhet të pamundur, e kam thënë këtë përpara disa viteve dhe aq më tepër tani në kuadrin e tarifave, pra në kuadrin kur gjithë ekonomia botërore po riformatohet mbas hyrjes në fuqi të tarifave të Trumpit, është një objektiv edhe më i pamundur. Shumë ekonomi në një farë mënyrë e kuptuan, ekonomi të mëdha si Gjermania e kuptuan që duhet shikojnë shumë më tepër nga tregu i brendshëm, pra duhet të orientohen edhe kundrejt tregut brendshëm dhe jo vetëm kundrejt eksporteve. Dhe aq më tepër Shqipëria që me këtë deficit kaq të lartë në ushqime prej 1 miliard eurosh, patjetër që duhet ta shikojë tregun e brendshëm si treg kryesor, si treg primar, treg i cili duhet zhvillohet. Aq më tepër po të futim këtu turista. Lidhur me përpunimin, duhet, unë besoj që kërkon një vëmendje të veçantë në kuptimin që ka ndryshuar konsumi. Nuk kemi më konsumin e dikurshëm. Për shembull, po marr qepët. Qepët ngelin pa shitur. Qepët ka qenë një produkt bazik për kuzhinën shqiptare. Ka qenë një produkt i cili përdoren masivisht. Tani s'po përdoren më? Por besoj që në vitet e fundit ka rënë shumë konsumi. Nuk ka njerëz që gatuajnë, ka shumë pak njerëz, ka shumë pak familje që gatuajnë në shtëpi, ka shumë pak familje që përdorin qepën, po përdorin patatën. Ka shumë pak dhe njerëzit blejnë më shumë produkte të gatshme ose blejnë dhe vetë struktura e familjes ka ndryshuar. Nuk kemi më ato familjet e mëdha me 4 antar, me 5 antar, me 6 antar, ku gatuaj një tenxhere të madhe, gatuaj për 4-5 veta, madje edhe për të nesërme. Pra ka ndryshuar konsumi, ka ndryshuar llojet e konsumit. Dhe industria përpunuese në këtë rast nuk është e thjesht për ta thënë pra që nuk do të kthehemi ke fabrikat e salcës ose ku diun ke fabrikat e kompostove. Konsumi tani është drejt përpunimi tani ka shkuar drejt konsumit vetjak. Pra po të shikosh supermarketet në Europë, prodhimet e freskëta ose prodhimet e fushës ose prodhimet pra të direkte zën një pjesë shumë të vogël të sektorit ku shitet, pra të hapësirës së shitjeve. Ndërsa një hapësirë më të madhe të produkteve ushqimore zën produktet e përpunuara, po jo në produktet e përpunuara në atë konceptin klasik që jemi mësuar ne, por në atë që e ke të gatshme, e fut në mikrovalë, e bën thjeshta ngrose, produkte në sasi të vogla për familje me pak antar, me 1 antar ose 2 antar. Dhe për njerëz që nuk kanë kohë, që njerëz që janë në punë dhe pastaj kthehen nga puna dhe han 1 vakt ose 2 vakte ose maksimumi 2 vakte në shtëpi. Pra dhe këtu, dhe pra kjo është e lidhur edhe me prodhimin tonë. Që prodhimi jon duhet i përshtatet kësaj tendence, kësaj mënyre konsumi, po shkojmë drejt kësaj mënyre konsumi me ritëm shumë të shpejt. Dhe këtë tregon edhe fakti se si ka evoluar tregu, pra se si kërkesa nuk ju përgjigjet atyre prodhimeve që bëjnë fermerët tanë, por edhe të tjerave pra. Kështu që duhet, nuk është e thjesht pra për të folur për përpunimin, sepse nuk është ai përpunimi masiv. Madje pra duhet një studim ose më mirë, pra gjithë shoqëria jonë duhet ta konsiderojë këtë, jo vetëm politika, jo vetëm fermerët dhe jo vetëm ato biznesmenët, sepse askush i vetëm nuk e di trendin, nuk e di kush është kërkesa. Të gjithë bashkë duhet të bëjnë të mundur që t'i përgjigjen këtij trendi të konsumit, të ushqimeve që ka shoqëria, me ndryshimet e thella që ka pësuar. Popullsia rurale, për shembull, që përpara gatuante bukën në shtëpi, konsumonte shumë miell, konsumonte shumë drithra, është paksuar, ka vajtur drejt qytetit, në qytet nuk e gatuan dot bukën vetë, nuk do ta blesh bukën. Shumë prodhime të tjera do t'i blesh më pak, nuk konsumon sasi aq të mëdha ushqimesh. Prandaj kemi ndryshime shumë të mëdha që duhet t'i përshtatemi me përpunimin.
Zoti Fico, nëse shohim shifrat, ka ndryshuar ndjeshëm edhe harta gjeografike e vendeve partnere. Bie një sy një rritje ndjeshme e eksporteve ndaj Kosovës me 83.1%, bie në sy një rritje ndjeshme importeve nga Kina me 25.3%, një rënje me Turqinë, me Gjermaninë, me Italinë. Shifrat janë për periudhën janar-mars, pra në datën 2 prill Donald Trump njoftoi tarifat, por gjithsesi lajmi dije që do të vendoseshin tarifa. Mendoni se ndryshimi i kësaj harte, shifra në rënje por edhe në rritje të konsiderueshme, mund të kenë të bëjnë me luftën tregtare, me njoftimin e tarifave? Patjetër që ka të bëjë, për momentin sigurisht afat shkurtër është e lidhur me afat shkurtër dhe afat gjatë është e lidhur me politikat tregtare me tarifat, por përgjithsisht ka të bëjë lidhet me mënyrën se si si funksionojnë ekonomitë, se si janë të ndërtuara ekonomitë. Është normale që nga Kina do të kemi shumë importe, është më tepër kur Kina ka vështirësi të eksportojë në tregun kryesor që ka patur, që është Amerika, por nga ana tjetër mungesa e tregut në Amerikë dhe rënja përgjithsisht e ekonomisë, sepse duhet thënë që rënja në bursa, rënja financiare është shumë e madhe dhe shumë e ndjeshme. Minimalisht janë prekur me rreth 10%. Të ardhurat e atyre që kanë investuar në për bursa, në për aksione, kanë investuar në kompani, të gjitha ato kanë mësuar një goditje të fortë. Dhe Kina në farë mënyrë u parapërgatit, dhe ishte e përgatitur që do të ndodhnin këto, dhe Kina e shtoi shumë importet, duke ulur çmimet, duke prodhuar sasi të mëdha, por nga ana tjetër dhe vetë tregtarët i rritën importet nga Kina ose nga vendet e tjera për t'i paraprirë tarifave. Por kjo është e momentit, afatgjatë lidhet me fuqinë blerëse, me llojin e ekonomisë dhe me çfarë efekti pastaj do të kenë tarifat tek kërkesat, sepse do të rrisin çmimet. Por ne jemi i treg komplementar me Kosovën për shkak të distancës, për shkak të afërsisë, për shkak të ekonomive, llojit të ndryshëm të ekonomive që kemi. Kosova ka shumë më tepër fusha, ka më tepër prodhime, themi, mund prodhoj më shumë drithra ose mund ketë më përparësi më shumë ndoshta për blegtorinë. Ne kemi më shumë avantazhe për perimet, për frutat, kështu që jemi komplementarë me Kosovën dhe është e natyrshme që të jenë të ndërthurura të dy ekonomitë tona. Problemi që ndron se sa akses ne do të kapim në tregjet e tjera europiane. Përsëri që jemi të rrethuar nga vende që eksportojnë poshtë ne, pra Kroacia është vend eksportues, themi, Greqia, Maqedonia, janë vende të ngjashme, të cilat po ashtu do të synojnë po këto tregje. Si do t'i kapim? I kapim vetëm nëpërmjet çmimeve më të ulta dhe standardeve më të larta. Dhe më shumë subvencione. Dhe për këtë janë subvencionet. Por pa haruar që subvencionet në Europë, sepse jemi të rrethuar me përjashtim të Maqedonisë, Kosovës, Serbisë, jemi të rrethuar nga vende që subvencionet i kanë shumë më të larta se sa ne, por edhe investimet e bëra me kohë, sepse nuk duhen haruar investimet që janë bërë me kohë për ekonominë bujqësore. Themi këtu ujitja me ndryshimet klimatike është një nga problemet kryesore, që do t'japi efekte masive në prodhimin bujqësor. Kërkesa për ujë është në rritje shumë të madhe, është një rritje të vazhdueshme dhe ndoshta shumë shpejt dhe ne do të kemi, megjithëse jemi në vend që kemi rezerva ujore, por për shkak të ndryshimeve klimatike, për shkak se dhe ato pak pyje i kemi prerë, i kemi masakruar, do të gjendemi me probleme të mëdha të ujit. Dhe prodhimi bujqësor ka nevojë për shumë ujë, ka nevojë për ujë në kuptimin që të jetë i qëndrueshëm dhe të dalë me kosto të ulët, sepse prodhim edhe pa ujë e merr, por që të ketë kosto dhe të ketë çmim, të ketë kosto të ulur, të ketë çmim pra që të mund të konkurosh dhe çmimet të jenë përballueshme, do patjetër ujiten. Nga ana tjetër janë inputet që me luftën në Ukrainë,
pësuan një rritje 2 fish dhe shumë madje dhe 3 fish çmimi i inputeve, vlerat kimike dhe pesticidet dhe çdo lloj inputi tjetër, të cilat ne për shkak se importojmë gjitha, madje ne importojmë edhe farat dhe çdo gjë tjetër, goditjen e kemi dhe më të madhe. Për të thënë që nuk është e thjeshtë, kur importojmë me çmime të larta, me subvencione të ulta, prandaj nuk është e rastësishme që fermerët e braktisin bujqësinë, që njerëzit ikin nga zonat rurale dhe ekonomia bujqësore nuk mund të jetë një bazë dhe një shtyllë e zhvillimit ekonomik. Mendoj që duhet të investojmë tek të rinj, në mënyrë që të paktën të kapim tregun e brendshëm, i cili për fat mirë mund të ketë ka nevojë të rritet, duhet të rritet dhe aq më tepër turizmi e siguron këtë rritje. Dhe këtu duhen produktet tona, produktet me standarde, sepse njerëzit i kërkojnë produktet e vendit, janë të gatshëm të paguajnë çmim edhe më të lartë për produktet e vendit. Mos harrojmë që po të shikoni në Tiranë ka shumë më tepër produkte, ka shumë më tepër dyqane bio se sa ndoshta ka në Londër. Tirana ka më shumë dyqane bio. Ku produktet shiten dhe kërkesa është më e lartë sa prodhimi që kanë këto arrin të sigurojnë këto dyqane. Por duhet një brezëri. Duhet një brezëri fermerë, sepse fermerët janë tashmë një pjesë, një përqindje shumë e madhe është e vjetër, ndoshta mbi 60% është mbi 60 vjeçe e sipër, ndoshta mosha edhe më të larta, të cilët nuk janë gjendje të përballojnë kërkesat e një ekonomie dinamike, kërkesat e një ekonomie tregu shumë konkurruese. Dhe të përshtaten dhe me kërkesat që kërkojnë standardet. Global Gapin edhe unë po ta lexoj, që kam bërë 20 vjet shkollë, edhe unë po ta lexoj sot, të ulem të lexoj Global Gapin, të mendoj që do të bëj një ferm, nuk është aq e thjeshtë, janë manuale të tëra, janë libra të tëra, janë kushte të tëra që duhen plotësuar. Pra duhen mendje të reja, duhet fuqi krau, duhet fuqi punëtore e re, e përgatitur, e specializuar që të jetë gjendje të përballojë standardet që kërkohen. Edhe një pyetje të fundit, zoti Fico, në lidhje me një sondazh që vetë Bashkimi Evropian ka bërë me qytetarët e saj, në lidhje dhe pyetja është çfarë duhet bëjë Bashkimi Evropian që të forcojë rolin e saj në botë dhe në vendin e parë qëndron mbrojtja dhe siguria me 36%. Pastaj vjen konkurrenshmëria, ekonomia dhe industria me 32%, pavarësia energjetike, burimet natyrore dhe infrastruktura me 27%, dhe në vendin e katërt vjen siguria ushqimore dhe bujqësia me 25%. Pra, 25% europianëve të anketuar mendojnë pikërisht se siguria ushqimore dhe bujqësia duhet të jenë ndër prioritetet kryesore të BE-s për të rritur rolin e saj në Europë. Shkurtimisht, zoti Fico, ka që rëndësishëm po bëhet roli i sektorit bujqësisë në ekonominë e marrë si një të tërë? Atëherë, politika e përbashkët bujqësore, ose kapi, është politika më e vjetër krahas me atë të Çelikut. Çeliku ishte e para, prodhimi i Çelikut ishte e para politika e përbashkët e Bashkimit Evropian, por prodhimi i Çelikut nuk ekziston më. Po thuaj shumë pak vite më mbrapa u krijua dhe politika e përbashkët bujqësore, e cila ka 60 vjet që ekziston dhe ndoshta është ka politika më të suksesshme të përbashkëta për zhvillimin e një sektori, edhe në rastin tonë për zhvillimin e sektorit bujqësor, por jo vetëm, edhe për zhvillimin rural. Dhe nevoja për këtë politikë lindi si pasojë e krizave të ushqimit, e urisë masive që pati Europa gjatë luftës dhe mbas luftës. Por jo vetëm kjo, ushqimi është dhe baza, pra një ushqim i lirë, ushqimi përballueshëm, i shëndetshëm, me standarde që nuk të smur, nuk të krijon probleme, është pastaj baza e gjithë jetës normale, por sidomos e jetës prodhuese. Pra, që një punëtor të punojë në fabrikë dhe që të punojë në industri ose kudo të punojë në shërbime, dhe që mos të shkojë gjithë rroga, mos të shkojë gjithë pagesa për ushqim, por të ketë një jetesë normale, ushqimi duhet të jetë i përballueshëm dhe me kosto të ulët. Pra këtë ka synuar si objektiv të parë politika e përbashkët bujqësore.
Për fat keq ne nuk e kemi bërë këtë, ne kemi mbetur në atë që ushqimi zë ende rreth gjysmën e të ardhurave të një familje. Jemi shumë larg kësaj. Por për të kthyer te Europa, lufta në Ukrainë dhe ndryshimet klimatike e rishfaqën edhe pandemia e para, Covid-i e para, pandemia, lufta në Ukrainë, ndryshimet klimatike e rishfaqën dhe njerë këtë mundësinë e krizës, mundësinë e ndoshta jo të urisë, por të krizave ushqimore. Kur çmimet mund të bëhen të papërballueshme për shumicën e popullsisë. Të themi për 99% popullsisë, çmimet do të bëhen të papërballueshëm për ushqimin, nëse ushqimi dhe pra prodhimi bujqësor nuk do të mbështetet, nuk do të subvencionohet nga shoqëria. Dhe nga ana tjetër pam që me këtë janë lidhura dhe standardet. Nuk mjafton një ushqim i lirë, por duhet një ushqim me standarde që të jetë i sigurt. Pra, siguria ushqimore në të dy senset, siguria ushqimore që ajo që ham është një e sigurt, e shëndetshme, pra nuk na helmon, nuk na sëmur, dhe nga ana tjetër kemi prodhim të mjaftueshëm. Nuk do të rriten çmimet, nuk do të bëhen të papërballueshme. Prandaj është rishfaqur, megjithëse pothuajse ishte haruar, prej shumë vitesh ishte haruar, bujqësia ishte haruar ushqimi, sepse nuk konsiderohej si problem, u rishfaq përsëri dhe del si një nga prioritetet kryesore që ka Bashkimi Evropian. Prandaj unë kam thënë që politika shqiptare duhet të marrë sa rivendos në vëmendje jo vetëm prodhimin, por duhet vendos në vëmendje konsumatorin. Pra, çfarë merr konsumatori? Dhe duke pasur në vëmendje konsumatorin, pra ti je në gjendje të ndërtosh politikat e duhura. Dhe ky sondazh më duket shumë i mirë, sidomos për fazën ku jemi ne, gjatë përpara zgjedhjes, sepse tregon dhe kush janë prioritetet që kërkojnë njerëzit, që kërkon shoqëria. Dhe duke ditur prioritetet, pastaj dhe partitë politike i përgjigjen, forcat politike i përgjigjen këtyre prioriteteve, sepse duket shumë herë sikur ne ndjekim politikanët. Dhe shumë herë politikat që sjellin politikanët janë politika personale, ose politikat momentit, ose politika për shkak të bindjeve të tyre personale që kanë krijuar me kohë. Por nuk lidhen, ose janë pak të lidhura me ato që kërkon shoqëria. Pra unë mendoj që do t'ishte mirë që të kishte më shumë pjesëmarrje, por edhe më shumë instrumenta për të kuptuar, pra si rasti i sondazhit, për të kuptuar çfarë kërkon shoqëria dhe si përgjigjen forcat politike. Unë mendoj që ky sondazh për shembull i bërë nga Parlamenti Evropian është një sondazh shumë i mirë dhe që i përgjigjet realitetit dhe që ata që merren në politikë, ata që merren në opinione, duhet ti marrin parasysh. Zoti Fico, ju falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbar. Shumë faleminderit juve.